Dalë në të në emision. Ela, Urdhna. cilat pyetje duhet ja bëjnë njëri tjetrit para martesës çiftet? Çiftet, mas parti, duhet normal. Mos mu martu heq. Jo, zot më së bënë se pa martesë. Mëse lo zot e kërkan. Pyetjet janë kështu me ditë për jetën për shembull. A është i vendos më kanë me ty, mos më bë kilimeli, se me burrin tem ku njoftu për një javë kena kërkajt punë. Çka është për ty kilimeli? Është mos me lut me ndjenjat e tuja për shembull. Okej, kilimeli. Kena me bo një emision kilimeli. Se kom dëgju mati për ndryshe po e përdorim edhe një kilimeli. Që kjo është. Okay. Edhe mos me adin kalumë, më zja përmen, se vish më në tani buhet adin, edhe ashtë ma mirë mos kalumë në heq, bre, heq. E kalume me të kalume, atë që ati momentit sa është me ty, me vazhdu me tutje. Me po tutje që apo ndodha. Po, me ditë është e vendos me ty. Po, që ajo është me menimin tem. Po, më intereson a ka ardhë koha se për para, po flasë, vajzat kër i ka pëlqy dikush, e kanë komentu bashkë, a thumëre, mos, a ka serioza, për një me, dina është serios. Ta shumë do këtë ka ardhë koha, dyqysh djemë, po thujna, e ka mëre serios kjo qika. Qa është ma shumë më bo për djemë zërë, vëlla, po thamë drejten. Po zërë, qa me bo, do të më këthy diçka në këtë botë, më jetë. Po pa, këtë këthej, në nashtil tas. Faleminderit shumë që ishe së ndrymdi. Ska gjo, shumë të miloshër, këllam të kënë të mirë. Gjithashtu, një përshëndetje për këtë juve që e në YouTube e neve.